I qeni me mua të shtunave, pa tjetër që e vë njëri këtë zërin tim që nuk është sot nuk më përgjigjet, por pa tjetër që emisioni do të zhvillohet edhe do të shkoj ashtu si shkon gjithmonë. Uroj për të gjithë një fundjavë sa më të këndshme dhe uroj të gjithë dëgjuesit në valët 92 MHz të Radio Shkodrës, gjithashtu edhe publikun e RTS Shkodra. Mos harroni të na ndiqni gjatë këtyre ditëve festive, do të kemi programe të reja, programe të mbushura me harmoni për ditë festash. Të ftuar sot në studio kam një mikesh shumë të përzemërt patjetër, por unë të ta quaja kam një gotë dashuri në studio. Profesorish Fatbardha Beri Kaçi. Profesorish, mirë se erdhe në studio, por du me të drejtu me ti, sepse jena shumë të afërta dhe shumë të dashuna për njëna tjetrën. Pikërisht. Mirë se erdhe. Dhe faleminderit për ftesën. E pesë titullova emisionin, ose si e quajta ftesën tonë, një gotë dashuri. Është kjo gotë dashuri që sapo ka ardhur për lexuesin shqiptar, shkodran gjithsesi. Është një libër shumë i veçantë, poezi të tjera, me tema nga më të ndryshme të ki nërshu disi stilin tam, ki dal jashtë kornizave, ki thy barrierat tuja të mbrëmshme. Unë jam ajo që e kam lexuar librin me detaje. Faleminderit. Edhe ka poezi të larmishme, por me tema të bukura, por me një bardh tjetër. Pse erdhe kaq ndryshe këtë rallë, ç'a ishte ajo shtysë, ajo spunt që të solli këtë herë ndryshe? Në fakt, unë mendova që edhe në këtë libër, si në librat e tjerë, ishte vetvetja. Por ma kanë vënë në dukje edhe ti, Ariol, dashurisi të rast, edhe disa të tjerë që e kanë lexuar librin, që ky libër ka një nivel më të lartë cilësor se të tjerët. Ndoshta kjo vjen nga një lloj bagazhi që krijon nëpërmjet të leximit, mund të quash nëpërmjet përvojës së të shkruarit e të tjera. Por më tepër mendoj kryesorja është që kur shkruan, pjesë sa më kërkuese ndaj vetes. Absolutisht po. Edhe motoja ime është që ato që të lexojnë, mos stojnë mbasi lexojnë një poezi, një fragment, e harxova kohën kot. Pra, atë kohë që e kalojnë duke lexuar krijimet e mia, ta quajnë një kohë që u shqeu, që i kënaqi, që ishte një kohë e mbushur me përshtypje, me emocione, me mendime të ndryshme. Cila është ajo pjesë e realitetit e rutinës tonë të përditshme, po që ty të frymëson, edhe ty të jep një indicie për me shkru. Në rutinën tonë nuk është thjesht, domethënë, një fatbardh, një bardh që ecën, që ka shumë çka brenda kësaj rutine. Në fakt janë si për çdo krijues, poet sidomos që krijimi në poezi është një lloj frymëzimi, si mund ta thuash, ndryshe nga proza që kërkon edhe frymëzim dhe mendim. Sigurisht që poezisë nuk duhet t'i mungoj boshti i mendimit, boshti logjik, por janë ngacmimet e ndryshme. Sepse poeti i shef me një sy ndryshe, një lule të sapo celur, një zog që fluturon, një plak të krusur dhe të bujtur. Këto janë gjërat që mund t'i qush tjetës e zakonshme, por për poetin që ka një ndjeshmëri, nuk dua të tregoj se jam më ndjeshme se të tjerët, po ndjeshmëri në aspektin e krijimit, janë këto ngacmime të jashtme që frymëzojnë, japin një ide dhe mendimet pastaj sillen rreth boshtit të kësaj ideje dhe shprehesh. Një tis që përshkon veprën është tisi filozofik. E vërtet. Po tjetër që është e vërtet, se me lexu me imësi, do me thonë që me kuptu shumë shka nga poezia, edhe realisht kur e kam lexu, jo se nuk kam lexu më përpara poezi të tuja që e ke ka përcy, e ke te kalu vetveten, por kësaj rrallë thash ky libër është një libër krejt ndryshe, dhe ajo që të përshkonte ishte një tis filozofik. E di që ti ke qenë një profesoresh edhe filozofisë, por si të vjen kjo ndjesia që t'je sjell të shmallën vargje tisin filozofik? Po, në fakt, unë nuk i kam ndarë librat e filozofisë nga vetja. Nuk i jam ndarë filozofisë dhe vazhdoj akoma të lexoj. Jam bërë edhe selektive, preferoj këto libra filozofik që janë të vështira. Domethënë kultivohesh me libra filozofik. Po, të ushqejnë shumë edhe të kërkojnë që ato që ta shprehësh edhe në thellësi, të ketë në shtresa që sa do ta lexosh, të dalin shtresë mbas shtrese mendimi. Sigurisht duke veshur me bukurinë e metaforës, simbolit, të fjalës.
duke njohur shumë mirë vargun edhe duke kuptuar se cilat janë elementet që atë e bajnë larmishëm, pa diskutim që kultivimi jep një tjetër rritje, kisha më thënë. Prandaj ne më duket se sa më shumë që kalon koha, aq më shumë rritemi brenda vetit edhe kërkojmë. Je ndo pak kritikuese vetes? Shumë, jo pak, po shumë. Sepse thash, duke çmuar kohën që koha as nuk blihet, as nuk shitet, të gjë më çmuar që kemi, nuk dua ta harxoj kohë njerëzve, lexuesve dhe kritikuese, vetgjystësuese dhe shpesh nuk jam e sigurt. Kjo pasiguri ndoshta më shtyn. A do pëlqehet poezia ime? A do kuptohet poezia ime? Kjo pasiguri ndoshta është ajo që të vjen nga ndjenja e përgjegjësisë. Duhet të jesh përgjegjës ndaj lexuesit. Absolutisht po. Ndodh që dashuria hyn pa leje, në shtëpi të ajërt, shtëpi pa dyer, pa dritare, dhomat, ikona interneti, në kuzhinë, gatuhen e moje. Kjo shtëpi është në pallatin e iluzioneve, dashuri virtuale, e sot kohës ku ndjesit përplasen në muret e mendimit, e pasiguria ka fytyrë kaktusesh. Jena live. Kjo poezi e gjitha ka një ndjesi të ndryshme interneti, por një ndjesi, por edhe disa spunto nga interneti. Si ka mundësi, ka një lloj frymëzimi nga ju patjetër? Në fakt, një mënyrë shumë efektive, po e quaj, është komunikimi nëpërmjet internetit. Interneti na ka krijuar miq real, edhe po i quhet virtual, që disa prej tyre biles mund t'i njohim më vonë nëpërmjet njohjes në shkallë të parë nëpërmjet të internetit. Dhe është diçka e re që për brezin tim që bëhet komunikimi nëpërmjet internetit. Sa vështirë është kjo, edhe se sa i adaptuar është më me këtë gjë që kjo ka hyrvrullshëm në jetën tonë. Nuk ka pyet. Është vetë puna e krijuesit të angazhon në këtë adoptim, të detyron të mësosh sa më shumë edhe nga këto teknologjia e re, nga interneti e përdorimi i tyre. E kuptoj. Kemi një moment publicitetit dhe do të rikthehemi së shpejti. Që dashuria hyn pa leje, në shtëpi të ajërt, shtëpi pa dyer, pa dritare, dhomat, ikona interneti, në kuzhinë gatuhen e moje. Kjo shtëpi është në pallatin e iluzioneve, dashuri virtuale e sot kohës, ku ndjesit përplasen në muret e mendimit, e pasiguria ka fytyrë kaktusesh. Është një poezi me të vërtetë e mrekullueshme, por ka edhe një peshë mendimit, por ka edhe një peshë tjetër në vetvete. Ka hyrë ky interneti vrullshëm në jetën tona, po si e ndjen veten tashmë përmes internetit. Interneti në fakt na ka hapur një fushë të gjerë komunikimi dhe na pasuron me përvoja të reja. Përveç njohjeve reale, kontakte, është edhe njohja dhe kontakti virtual.
Dhe ndodh shpesh që ky kontakt pastaj nëpërmjet mirëkuptimit, besimit, të shtrihet edhe në kontakte reale me njerëz të ndryshëm. Pra të zgjeron dhe të pasuron fushën e njohjes të jetës, aspekteve të ndryshme të jetës. Përsërish Bardha ka një gjatë bukur, ke një cilësi shumë veçantë, cilën unë adhuroj dhe unë nuk e posedoj. Është mbajtja mend e vargjeve tuaja, do të thënë, memoria jote është goxha e fortë, e fuqishme ende. Edhe unë nuk arrij me memorizu shumë vargjet, qoftë mia, qoftë edhe të tjera. Më pëlqen që ta kem një legji përpara kur lexoj. Ndoshta intensiteti i punës time nuk më lejon me majt mend shumë gjëra. Nuk du me hi në detaje më të thella pse vinë këto. Por ajo që unë e vlerësoj të tjerë se di që ti i man mend. Kishe pas ndoshta mundësinë me na i recitu disa vargje prej tujave. Se e di që ti i thu për mend që dhe me shumë pasion. Mundesh me pas edhe librin me me halli sy. Mirë, këta, unë mendoja të lexoja një gotë dashuri që i ka dhënë titullin. Po tjetër. E kam pothuajse në përmend. Po. Dritëronte moti, kollite i qielli, për të xhamit të lokalit. Nga një gotë verë në tavolinë, mbushur gota zëra yjesh. Gotë e verës kuqëlim, fytyre vashës prushrim, ndjesit e amla grishe. Jashtë trokollinin ku ai shiu, brenda sytë vetëtima. Stërkala shpirti mbuz gotë verë, brenda gotës stuhi. Është dhe i tha një poezi, titulli i kësaj poezie vjen edhe me titullin e librit. Cila ishte shtysa që të solli të ky butim tashmë, që është në dorë të publikut edhe të lexuesit, edhe ke dëshirë që të sjellësh pra butime të tjera, mendoj se ti tashmë je vrullshëm me butimet e tjera. Por shtysen për këtë libër të kisha dashur. Janë poezi të shkruara prej vites dhe rastësisht në fakt nuk janë së fundmi të shkruame, por ka vite që ti tashmë i ke redaktuar dhe vite, dhe në librat që i kam pas dhe kam marrë nga shtëpia e babait. Kam edhe 2 poezi që kam shkruar në adoleshencë. Edhe njëra në titull më kaloi për ta vënë në libër. Janë poezi që kanë jetuar, ndoshta pa marrë frymë brenda librave të ndryshëm, se poezit i shkruaj në çast përgjithsisht, edhe i shkruaj në copa letre. Dhe në të vërtetë nuk jam shumë e rregullt me këto copat e letrës, se edhe nganjëherë më ka ndodhur edhe në kapak të brendshëm libra si shkruaj. Sa shumë më vjen një ide dhe e kap edhe filloj shtjelloj. Edhe duke rrëmuar kështu në për libra, në për copa letër që i mbaj edhe në disa dosje kështu, janë poezi disa edhe prekohësh, disa janë edhe të freskëta, si mund t'i quhet, disa janë 2 poezi janë që nga koha e adoleshencës. Edhe një tjetër që ka një 20 vjet që tashu. Poezi që i kanë shkruar prekohësh me thënë të drejtën. Prandaj edhe kjo që thonë që je më cilësore në këtë libër, më duket sikur, domethënë që kam dalë nga vetja, to janë poezi shumë të vjetra disa. Por unë mendoj se me butimin e ta janë redaktu, nuk kanë ardhur atë formën e shkruar të parë në një pjesë të tyre. Në fakt se redaktimi sjell është e vërtetë, është e vërtetë. Ç'është un kam, domethënë diçka e mirë dhe e keqe, un kur e shoh poezinë, ka të bëjë me atë që quhet redaktim. Diçka që më duket jo e arrir, kështu e plotësoj. Sa herë që lexoj një poezi, prapë vë dorë, është ajo shtytja ime për ta bërë më domethënë se për ta veshur më shumë një metaforë, për t'i dhënë më shumë kuptim të thellë dhe biles më thon Bardha je shumë kërkuese, lëre me kaq se mira s'ka fund, po prandaj duhet ta shoh se mira s'ka fund poezinë tash. Është e vërtetë kjo. Kush janë njerëzit që ndihmojnë në botimin e këtij libri? Unë e di që ka njerëz që ti dënë me falënderu sot për botimin e këtij libri. Ka njerëz që ty gjithmonë të mbështesin faktikisht në botimet tuaja. Po. Shumë falënderuese që më mbështesin, më kanë mbështetur. Librin e parë me poezi më kanë mbështetur me motor nga ana financiare. Librin e dytë të tërin më kanë mbështetur një ish-nxënëse ime, sot është pastore, Elona Proj. Po kështu dhe librin e 3 dhe të 4, gjysmë për gjysmë, kostën financiare ma kam mbuluar ajo. Jam shumë mirënjohëse.
Shumë falenderoj. E përshëndesim Elonën, pa diskutim do të kena një mundësi me pas një prej puntatave. Uroj që ajo të ketë kohën për më ardh. Është një grup fantastike, përveç se mbështet bardhën dhe ndihmon, ajo mundohet me kanë një person e cila jep në mesën e saj në shumë mënyra të ndryshme dhe jep kontributin e saj në çuçni, pa diskutim. Jem e fat me njerëzit që tregojnë apo jo? Po. Në fakt në jetë kam pas shumë probleme shëndeti dhe herë i kam pyetur veten, o Zot, pse më kanë vërë këtë emër, por thonë, Zoti me një dorë të godet, me një dorë tjetër të përgdhet, Me një dorë të hellë dhe më me kanë tjetrën rrethu të- njerëz shumë të mirë, shumë të dashur. Çfarë do të kesh, çfarë do të sjellësh në butimet tuaja të ardhshme që e di që po punohet me ta? Po, unë fakt më përpara se të nxirja këtë libër, desha të nxirja një libër me tregime. Dhe kisha 12 tregime, i ripash, 8 tregime janë ato që më pëlqejnë, i quaj të mira. Kurse 4 i më janë ova. Kështu mendoj se afërm një libër me tregime e kam fiksun. E kemi dhënë ndonjëherë me sjell mendimin tan filozofik në formë sesh, po duke ndërthur me realitetin që ne tashmë sot kemi edhe goxha është, nuk isha me thonë frymëzues, pa është një realitet që t'jep me shumë me mendueshëm, Po. me kritikueshëm, Po, me gjetë goxha gabime. Në formë sesh me dhanë mendime. Me thënë të drejtën, unë dikur kam shkruar dhe eseshëm, dhe jo për me që më vinte prirja, isha futur dashuruar pas librit, pas filozofisë e kështu, jo për mburje, po i quaj si buke djathe, se nuk më, por mendova që është më e frutshme dhe këshillat që më kanë dhënë miq poet shumë të njohur, bardha kushtoi krijimit të poezisë, të fushës letërsisë. Dhe e më njanova vetëm nga kjo sferë, më tepër me krimtari. Do me thonë ti një prej atyre shkrimtarëve që ndikohesh nga mendimi i tjerëve, mos më zhgënje me këtë të lutë. Po, Sepse jo, është edhe diçka se ka të bëjë me atë që mendon se ku jep më shumë kontribut. Okej, së fundmi e vlerësuar me çmime qoftë në festivale të ndryshme në Kosovë, por edhe në Shqipëri jo pak, domethënë, është kjo dëshira jote me kanë pjesë edicioneve letrare, konkurseve që bëhen, apo është është më shumë ajo dëshira që dëshiron njëri me taku njerëzit, me u gjetë pranë tyne, me marrë eksperjenca të ndryshme, me përvoja të ndryshme, me pas ndoshta edhe një motivim për me shkruar më ndryshe. Pikërisht është kjo e dyta që them, më pëlqen shumë të udhtoj, të kem kontakte me njerëz, të mbledh përshtypje, emocione, të njoh njerëz dhe hapësira të reja, të cilat më shërbejnë si brumë, si material për krijimin. E kuptoj. Kjo është shtypja ime. Por çmimet vijnë vetë pastaj. Sa vin vetë, tashti sikur mora një lloj përvoje, e di që poezia ime po pëlqehet. Absolutisht po. Edhe kjo më duket, ky pëlqim, biles më ka ndodhur që poezia ime është shumë më e mirë se i dikujt X-it apo Y-it që ka marrë çmime. Megjithatë nuk jam ndier keq, u mësova me këtë. Mua më mjaftoi që kur dola nga salla ishin rreshtuar 3-4 vetë dhe më dhan dorën. Edhe ndjeva në Lesh ku isha herën e fundi një poezi shumë e bukur, Metaforfoz. Që sa fillova se unë kam filluar i recitoj. Mësoj më përpara dhe recitoj t'i jap emocionin e çastit, metaforës. Intonacionin e duhur, Po. E ndjeva që sa fillova poezinë, salla heshti kështu. Edhe në disa fytyra shikoja pëlqim, miradi, zhytje në fjalën time. Për mua kjo ishte më shumë se një çmim. Ke pak më duket ato pak në cituja ka çmimeve. Jo gjithmonë janë të drejtë më duket. Do të cek një plak të vjetër shqiptar me çmime që jepet në konkurse letrare. Është shumë e vështirë të jesh në juri. Mua një herë më ka rastisur. Lidhja sot më kupton më as mirit mua që nezër jam në juri në Prishtinë. Po, në fakt me thënë të drejtën, juria nuk është autonome, i bën dhe presione. Unë kam qenë juri vjetë në qershor të Lidhja e Shkrimtarëve të Kosovës dhe juria përbëhet nga 3 vetë dhe duhet për një çmim një unanimitet. Dhe në diskutime të ndryshme kur shumica fiton, një lloj votimi është edhe në juri, nuk kam qenë dakord për X-in apo Y-in,
dy të tjerët ishin 3 vetë në juri, ishin unison, dhe do të rriqesh, kjo është me çmimet. Shumica fiton, është rria, por si do qoftë, në me eksperiencën time të fundit, të më thamë, tashmë që bëhet edhe festivali Kulstrofa në Prishtinë, për mua ishte një eksperiencë tepër e jashtëzakonshme. Është hera e parë që unë nuk kam kthy përgjigje në rrjetet sociale. Është shumë prej miqve të mi që realisht duhet mi kërku disi të falun, por nuk kur vjen puna tek vlerësimi nuk duhet të ndikohem nga asnjë lloj mirësie. Poezia është shumë elitare, edhe mendoj që ajo elitë e poezisë duhet të mbes në atë cilësinë që ajo ka superiore. Edhe ne shkrimtarët mendoj janë ata që duhet ta mbajnë këtë peshë mi supe. Ama ata përçojnë përpara pa presione, pa asgjë. Ushtrimi i presioneve në të tilla raste mendoj se është një diçka që ka të bëjë me individin, edhe me një lloj intimidimi që ka individi vet, por mendoj më shumë që këto konkurse janë që të jemi gjithë së bashku, të manifestojmë gjithë së bashku fjalën e bukur. Po, ta marrë si një festë të poezisë. Edhe ku shikon edhe me të vërtet poezi shumë të bukura, të rrira, poezi që meritojnë. Unë kam dëshirë me ta bëj një pyetje, sepse ende ishe shumë shpesh në për grupe shkrimtarësh. Kena sot poet të mirë, të cilët mendon që kanë mi rezistu kohës dhe kanë më u përcjell në përbrezat e arshëm. Po, Petra Qiristo. Një po e fuqishme. Po, Petra Qiristo është një zë i fuqishëm, shumë metaforik, shumë i lartë në fushën e poezisë, sidomos. Luan Rama, ai që ka qenë ambasador në Francë. Ne përshëndesim sepse kemi mik, po diskutojmë. Unë edhe Petraqin dhe Luanën i kam pas shok në universitet, në fakultetin e shkencave politike juridike, dega e gazetarisë, 3 vjet në bankat e shkollës. Edhe jemi njohur që është atëherë. Jeni ju Ariol. Po, jo, sinqerisht, poezia juaj është shumë e veçantë, dallohet, një gegnishte e ëmbël këngëzuese dhe është edhe filozofike, metaforike dhe është poezi e shpirtit, të prek, të trondit në shpirt. Unë nuk po e mbaj shumë sekret, po kam disa kohë që nuk shkruaj faktikisht. Je ke nga ngarkesa. Uroj që mos jem në një divors të gjatë, po divors të shkurtër me poezi. Krijimi është me faza. Nuk mund të shkruaj çdo ditë një poezi, sikur bën në gratë edhe gatuajmë, bën një punë shtëpie o gatuam, që e ke të përditshme thashu. Thash është ai ngacmimi, po se pate atë ngacmim që ngacmimi lind poezinë nuk e realizon dot. Desha të përmend këtu edhe Mimoza e Rebara, ka poezi shumë të bukura. Ajo ka një veçanti se gërsheton, unë mund ta quaj disi metaforike, po është poezi, po në thojza edhe tradicionale, kurse Mimoza e Rebara ka poezi edhe shumë moderne, me shtresa të forta metaforike, thashu. Është me të vërtetë një poezi. Falenderoj që ishe sot me mua në studio. Je shumë e mirë, gjithmonë. Së bashku do të jemi në pjesën tjetër të emisionit.